Ne kemi vendim që kemi këtë dëshirën e Vjosa Osmanit për të vazhduar si presidente, po edhe kemi edhe dëshirën e shprehur edhe nga doktor Arsim Bajrami për këtë gjë, për cilën ne dim që në bazë të kushtetutës, bazë të rregullave të rregulloreve do të kenë spaku 30 nënshkrime për të qenë si kandidat ose për të fituar drejtën për të qenë kandidat, dhe këto asnjëri për momentin nuk e ka të garantuara. Dhe kjo heshtje që po mbizotron, mendoj që sigurisht që është një lloj jo transparencë e përgjithshme e gjitha partive politike, që sadopak kanë vënë një lloj kontakti të parë mes veti. Ne kemi pas takimet përpara të zotit Kurti me dy liderët e partive të tjera opozitare, nga të cilat do të më duket mua se nuk është folje drejt ajo që kanë biseduar mes veti, po ashtu kemi një tendencë, ose është përmend që mund të kemi takime në vazhdimsi, mirë po unë shumë pak po e shoh mundësinë, sidomos me deklarimin edhe të familjes Jashari, që ata nuk do të jenë pjesë e këtij procesi në këto momente. Mendoj që është një lloj ose nuk arrin asesi të afrohen me njëna tjetrën, ose është një lloj kompromisi ta quajmë ashtu, ndoshta i heshtur për të vepruar diçka pastaj. Mirë po, ekziston do thot mundësia. Sigurisht me LDK-n nuk do të jetë shumë e lehtë, për shkak se janë numrat e saktë, se LDK-ja ka 15 deputet dhe do duhet me të vërtetë që 15 deputetët të votonin. PDK-ja ka më shumë deputet, nëse do të kishte një marrëveshje konsenzusi me PDK-n, ndoshta do të kishin arrit numrin. Nuk e di saktësisht, mirë po për mendimin tim, aspekti i konsenzusit është paksa i vështirë.